Maska me mjaltë dhe portokalle që i ka habitur të gjitha gratë, përbërësit që do t'ju duen janë 3 lugë mjaltë dhe lëkurë portokalli. Kjo maskë është ideale për të krijuar një efekt energji dhënës në lëkurë. Kjo maskë përgatitet shumë shpejt dhe procesi i saj nuk zgjat më shumë se 20 minuta. Prandaj, të dashura femra ja vlen që t'i kushtoni vetes vetëm 20 minuta në ditë. Lyhet fytyra me 3 lugë mjaltë dhe pastaj shpërndajeni mbi të lëkurën e portokallit. Kjo duhet të jetë e grirrimët. Lëreni të qëndrojë 10 minuta dhe shpëlajini fytyrën me ujë të vakët. Kjo recetë është zgjidhja e duhur për të gjitha ato që kanë lëkurë të thatë dhe të ashpër, fal efektit të zbutës që ka mjalti nëse e përsërisni këtë proces 2 herë në javë. Për një muaj rresht, do të vërini që lëkura juaj ka ndryshuar totalisht formën dhe ndjeshmërinë e saj.